Vllaznimi dhe Golden Eagle Ylli janë dy skuadrat e para që po luftojnë për vizën e parë finalit të edicionit të sivjetme të garës, e cila bëri bashkimin historik të sportit mbar kombëtar shqiptar, Ligës unike adhurues të basketbollit në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, platformën tuaj dhe ton Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar në këto çaste në Kosovë, Shqipëri, trojet etnike shqiptare, Evropë apo Amerikë, mirë se erdhët në duelin e parë gjysmë final, vllaznimi Golden Eagle Ylli direkt nga palestra e Pallatit dhe rinisë sporte në Prishtinë, ku me ju sot jam unë Agon Femiu. Duelin të jesh apo të mos jesh në finale, topi i parë nga Lis Shoshi, dy tentime për 3 pikë të dyja të huqura nga lojtarët e vllaznimit dhe pikët e para. Është kjo huqja e tretë për 3 pikë. Jan Palokaj në tentimin e tij të parë për 3 pikë dhe seri fillestare. Gjitobo për Poloshkën, shpejt shkon atje kundër sulmi Helens për Andersonin për mrekulli. 201 cm i Shoshi për mrekulli atje. Sonte super i disponuar, i vetmuar Poloshka e kthen te Andersoni dhe barazon rezultatin. Qereku të parë Poloshka për mrekulli për Gjitobon, i cili luan atje. Rolling pivot i tij rreth rrotullohet 2 pikë, 2 kërcime, 1 asistim nga giganti nigerian. Qallaku e pa atje Lis Shoshin, kojshiun e tij të mahallës në pej. Bukur për mrekulli Derek Wilson. Shoshi përsëri në stil të playmakerit. Opa, sa bukur atje për mrekulli, coast to coast. 4 fitore, 2 humbje i ka Beslidja, tentimi Artin Gashit për treshe. Sigal Prishtina, lider e grupit B dhe Beslidja, skuadra e cila e mbylli edicionin e rregullt në vendin e dytë të grupit A. Të një pas njëshme, Gjitobo për mrekulli atje, asiston Don Poloshka, pa shumë fjalë e kryen punën e tij. Lis Shoshi, lëvizje bukur, prej çfarë pozite, lancoj dhe qëlloj Lisi. 27 pike përsi, mbetet, sa bukur atje Jani për Lisin e pandalshëm. Që me sulme të gjata edhe t'i mbaj jashtë, opala. Ja, pra, vjen treshja e përsia më e lartë. Ishte ajo prej 9 pikve, edhe një top i vjedhur në fund të qereku. Sa bukur atje! E blokon Palokaj, Ariana Zemi për Walker. Sa bukur! Asiston dhe rezultatin Walker e barazon. Edhe një top i vjedhur Helms dhe vazhdon seria 24 me 22. Sën më i larti në kërcim Azemi, kundër sulmi shpejt Helms për mrekulli atje, u pa nga aeroplani. Kërkon blokun atje, Wilson, me gjithate lufton për çfarë blokade Walkerit, ja të roj Lisit. Nuk realizoj, por s'ka problem, sepse aty e ki Lis Shoshi. Sa bukur Jani, mirë, por nuk e kupton Tavaresh, edhe njëherë Lisi e kap këtë top me slalom, me tabel, në stil të Tim Duncanit. Derek Wilson për Lisin, i cili e kërkon kontaktin me Horog atje, e kryon. Diskutoj atje me Gjekovicin, si do qof loja vazhdon, Gjitobo lufton atje me Lis Shoshin, i shfrytëzon muskujt e tij, të dytë kanë 7 lartësinë e njëjtë, përballë ka Koshin, lëvizje bukur me sa bukur, ja hupi topin edhe Andersonit edhe Koshit atje. Çfarë aksioni bukur i Yllit, me të vërtet. Ka luajtur në Superligën Çeke dhe elitën bullgare, ndërsa sonte tash realizoi e vllazimit. Atje ja të ran Gjitobo. Wilson shkon me pick and roll me Lisin, e kthen të Jan Palokaj, tentimi i tij dhe Jani përgjigjet. Arianin nuk ngutet. Jan Palokaj nga ku qëlloj edhe një treshe dhe barazoj 2 treshe të një pas njëshme. Dum Jan Palokaj për të barazu çdo gjë. Gjitobo depërton, realizon dhe ndalet në mënyrë të palijuar nga Lis Shoshi. Wilson për Lis Shoshin, i lëvish, sa bukur atje, Lis Shoshi e qoj në hava.
Palokaj përballë ka Hellemsin, pick and roll atje, nuk e gjun. Sa bukur! Çfarë asistimi dhe çfarë ngulitje që monton koshin atje. Liz Shoshi për 43 me 40. Palokaj e kthen topin, luan Wilson, depërton edhe një herë atje, gabon mirë po e përmirëson, 4 pikë rresht. Don Poloshka tenton, nuk realizon, Gjitobo më i larti në kërcim. Anderson tërhiqet atje për treshe dhe realizon. Shumë statik atje, lojtarët nuk po lëvizin, më në fund një blok atje, bukur Hellems, e më në fund një aksion i organizum. Ishte situatë 3-1, nuk e shfrytëzojnë këtë rast, në anën tjetër shkon topi për te Armstedi, Majtaku lanson dhe treshen e realizon. Shkon në blok pick and roll. Si nga dora cakët e basketbollit, Artin Gashi, kapiteni, i mundson atje Armstedit edhe një treshe të dytën rresh për 52 me 48. Azemi për Hellems, bukur atje në thellësi dhe aksion shumë i bukur. Arjan Azemi edhe një top i humbur, po e komplikon shumë. Jan Palokaj shkon deri në fund, kërkon kontakt me Andersonin, realizon. Në pjesën e dytë e kam fjalën, tentim për 3 pikë dhe barazon atje Hellem vllazimit për të barazuar rezultatin. Artin Gashi shmangët disi fluturim, the kapiteni. Bën këtë Walker, mirë po dhe ndeshët. Sa bukur atje për ati koshin në thellësi. 4 kërcime, 3 asistimet e ylli. 10 minutat vendimtare tani për të pase cila nga këto dy skuadra do të siguron vizën e parë finale me shënim 59 me 55. 4+ për vllaznimin. Sa bukur atje. Derek Wilson realizon, e kërkon topin, nuk ja pason Armstedi. Qallaku depërton deri në fund, bukur realizon për 59 me 61 në miniseri për 0-6 e yllit në Brendi Loshka. Çfarë blokade, si ateron atje Walkerit. Depërton deri në fund, Anderson lëvizje bukur, mashtruese Arjan Azemi, depërton deri në... sa bukur asistoj atje. Bukur e mbyll atje Hellems, Jan Palokaj nga distanca, tenton atje Hellems, mirë po e vjedh topin Derek Wilson. Janë këto... Poloshka me Gjitobon, shkon për Andersonin, i heshtur në pjesën e dytë, dhe ja tani vim pikët edhe nga Anderson. Armstead për balë ti është Poloshka, mbrojtje e mire ti, lëvizje bukur, mashtruese e në fund, deri në fund shkon Arjan Qallaku. Ngritur tani tensionet, natyrisht po luftohet për finalistin e parë dhe kosh faul atje, a ishte Armstead. 1:36 deri në fund, 7 sekunda për këtë sulm. Gashi me Palokaj, lëvizje bukur, mashtruese dhe qëllon edhe një treshe Jan Palokaj. Poloshka e merr 10, Hellems, Jason Gjitobo shkon, depërton dhe me kosh me tabel realizon time-out. Ka kërkuar Alesh Pipan, edhe 4 presje 2 sekunda deri në fund. Jo, nuk është prekur topi, edhe një presje 4 sekunda. Arjan Azemi dhe mbyllet dueli me fitoren e vllazimit 76 me 75. Adhurues të basketbollit, fitore e ngushtë e vllazimit.